Ne kam iniciuar një proces krejt tjetër, të cilin duhet ta ndaj me ju dhe ta diskutoj me ju. Dekriminalizimin e politikës kosovare. Duhet jetë funksional një kod mes partive politike të cilin do të mund ta iniciojmë shumë shpejt. Kjo nuk kupton se asnjë kandidat apo asnjë parti politike nuk duhet që në listat e veta zgjedhore të ketë njerëz me akt akuza. Si prioritet tjetër të cilin do ta fuqizoj në përkushtimet e mia presidenciale do jetë sistemi i drejtësisë. Sot jam në familjen Beshović për të vizituar, për të shikuar nga afër për hallet, problemet, shqetësimet e tyre, nevojat e tyre. Jam zotuar që bashkërisht me institucionet e re e Kosovës të ndërmarrëm këtë veprim, këtë vendim, të krijojmë mundësinë për një jetë e re, në shtëpitë e re, për familjen e re të familjes Beshovićit dhe anëtarëve të tyre, kështu që nga sot mund të them se brenda një muaji do të vengur themelin e shtëpisë së re për jetën e re të një familje. Në fakt premtimet e tilla ose sjellja e tillë sikur na dëshmon që akoma nuk është familiarizuar me mandatin e vet kushtetues që ka zoti Thaçi. Absolutisht kjo nuk është pjesë e mandatit të presidentit, domethënë roli i presidentit është roli përfaqësues, ka disa ingerenca kushtetuese dhe të brendshme në kontekstin e disa pushteteve, megjithatë as që i takon që të mirët ai me premtime ose propozime konkrete për çështje të cilat lidhen me jetën e përditshme ose përmirësimin e jetës së përditshme të njerëzve që jetojnë në Kosovë. Po mendoj që kjo bëhet me qëllime të caktuara, dhe cili është qëllimi themelor, është që zoti Thaçi të arrijë ta rehabilitoj paksa figurën e tij të dëmtuar kohëve të fundit, sepse mos harrojmë pothuajse ke qeverisja ose them gjithë kjo krizë politike që pothuajse ka 2 vite të cilën e ka shoqëruar vendin, sikur lidhet me personalitetin e tij. Dhe tash çfarë provon? Provon që ta ofroj veten si një person tjetër ose them një figurë tjetër publike në Kosovë, për të thënë që unë nuk jam ai i cili kam qenë i atakuar nga gjithë, po unë jam një person i cili shqetësohem për hallat e njerëzve, shqetësohem për gjitha sektorët e jetës së Kosovë, dhe çka është më e rëndësishme, unë jam shpëtimtari ose them shpresa e këtij vendi. Unë mendoj që njerëz duhet ta shohin me shumë rezerva çdo çështje që lidhet them me çështje të cilat absolutisht nuk bien në veprimtarinë e tij. Këto tema janë tërësisht në mandatin e pushtetit ekzekutiv, që në këtë rast është Qeveria e Kosovës. Ai vazhdon sikur të ishte magjistar i Kosovës, sikur çdo gjë të sillet rreth tij, për faktin se premton ndryshimin e kodit penal, stadiume, autostrada, dhe me këtë intensitet e premtimeve nuk përjashtoj mundësi që së shpejti thotë do ta kemi edhe metron, do ta sjellë detin e Kosovë, vetëm që të premtime të cilat mjerisht qytetarët kanë dëshirë për të dëgjuar në kuptimin e funksioneve, edhe derisa ka qenë si kryeministër, është sjellë sikur të ishte kryetar, nga se e ka udhëheq politikën jashtë. Dhe tash, edhe pse është kryetar, po sillet sikur të ishte kryeministër, premton për shembull ndryshimin e kodit penal, stadiume kështu me radhë. Pra, ai definitivisht po don të prezantohet se është magjistar për gjitha problemet dhe çdo gjë që ka të bëjë me ndryshimet, gjëra se pozitive duhet të sillet rreth emrit të tij. Dhe keni parasysh, është i pranishëm pak a shumë në çdo event, në çdo takim, në çdo ngjarje e cila është me rëndësi për publikun, audiencën, për qytetarët e Kosovës, dhe qëllimi është i vetëm që ai të imponohet si personalitet që s'ka alternativë në Kosovë.